Ne asgjë të përbashkët s'kemi me BDI-n, ama asgjë hiç. Kemi bashkëpunu për zgjedhjet lokale dhe mendoj se duhet bashkëpunimi ynë të vazhdohe, po ne e kemi strategjin tonë, të cilën duhet ta përgatisim dhe ta prezantojmë në kuvendin e partisë që besoj se do të mbahet në 15 shkurt, strategjin 10 vjeçare të partisë, të përgatitemi për kongresin, e cila duhet të mbahet me shumë gjasa në vjesht të këtij vitit, kongresi i rregullt. Kështu që me BDI-n do të kemi bashkëpunim, edhe mund të kemi bashkëpunim, po të shkrihemi as që na shkon mendja, sepse asgjë s'kemi të përbashkët. Ajo është parti e majtë, ne jemi parti e gjatë, ne jemi formu prej një partie e cila ka qenë kundërshtare tradicionale dhe ne kemi qenë kundërshtar, po ja që situatat e jashtëzakonshme, kam thënë shpesh, krijojnë bashkëpunime të jashtëzakonshme. Edhe ky bashkëpunim me BDI-n ka qenë i jashtëzakonshëm dhe atipik, por insistoj dhe mendoj se duhet të vazhdohet deri në hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian të Maqedonisë së Veriut.